sepse Shqipëria nuk mbaron aty ku mbaron territori i saj. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfor dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kurrë dhe kur fjala si kurrë më parë dhe e vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Ka pasur një kohë jo shumë larg kur shqiptarët iknin nga dheu duke i mbajtur zemrat si gur mbi shpinë, duke marrë me vete guximin e kujt s'ka asgjë për të humbur dhe dhimbjen e ndarjes me gjithçka i lidhte pas kësaj bote. Por atë që historia deri dje i quante ikje të pangushëllueshme, koha e ka shndruar në një lidhje të pazëvendësueshme. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot, diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit të forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Mes dallgësh dhe të përpjetash të frikshme, shqiptarët ndërtuan jetë, familje, karriere profesionale dhe sipërmarrje të suksesshme në vende që nisën t'i njohin ata jo përmes stereotipeve, po përmes dobisë tyre, qëndrueshmërisë tyre, fisnikërisë tyre. Ndërkohë që Shqipëria mbetej një vrim e zezë në parafytyrimin e të tjerëve. Dhe përtej historive tuaja individuale të suksesit, ju bartët diçka edhe më të rëndësishme, fillin e padukshëm, që na lidh tërve me këtë tokë. Një fije që asnjë distancë nuk e kput dot, një fije e bërë nga gjuha që flitet në shtëpi, nga traditat që mbahen gjallë, nga kujtimet që kalohen nga baba e nëna tek vajza e djali. Ky fill nuk është nostalgji, është aseti ynë strategjik, forca e madhe përbashkuese që kombi ka dhe njëkohësisht sfida që Shqipëria dhe shqiptarët kanë sot për ta mbajtur, ruajtur, për cilë brez pas brezi përballë rrezikeve të mëdha që i kanosen në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur, gjuhën e tyre në një botë ku vendet që kanë sukses janë ato që kuptojnë dhe veprojnë me vetdijen se njerëzit e tyre, kudo ku ndodhen, janë pjesë e një ekosistemi të vetëm, të njohurive dhe mundësive të rritjes përmes gjuhës. Miqtë e mi, ky summit nuk është një mbledhje ceremoniale. Është një deklaratë qëllimesh të larta dhe të përbashkëta. Është padyshim dhe mishërim i bindjes sonë se diaspora shqiptare nuk është në periferi të jetës kombëtare të Shqipërisë, por në qendrën e saj. Shqipëria sot nuk është më vendi që i kërkon diasporës kujtesë dhe indulgjencë monetare. Ky vend është një kantier i madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nga njëherë shurdhuse.
Por mjafton të kthejmë kokën pas, në kohën kur ne filluam të mendonim për samitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Atëhere, ky ishte mbi të gjitha një moment të ritakimi në një vend plot shpresë të rilindur, por dhe plot plagë të hapura. Ishte një hap i parë për të thirrur fuqinë e diasporës dhe për të ndjerë më të fortë përballë përpjetës së thepisur që duhet të ngjisnim drejt majës ku sot jemi më afër se kurrë ndonjëherë. A ishte fillimi një bisede të ndërprerë mes Shqipërisë dhe bijve të saj, përtej detit dhe përtej maleve. Sot jemi në fazën e ndërtimit të asaj që ka qenë boshti i bisedës sonë shekullore, rrugës së lidhjes përfundimtare me atë anë të botës ku dielli lind andej nga Perëndon. Në samitin e parë, kërkesa juaj e parë ishte e drejta e votës nga jashtë atë dheut. Po kështu dhe në dytin, e po ashtu dhe në tretin. Ishte një kërkesë themelore për të qenë jo vetëm pjesë emocionale e këtij kombi, por dhe pjesë aktive e vendimarrjes së tij. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar atë të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. Nga një drejtë e kërkuar në një drejtë e ushtruar. Nga një zë që kërkohej dëgjohej në një zë që tani më është pjesë e vendimarrjes popullore për udhëheqjen e këtij vendi.